Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqina, wa la udwana illa ala dhalimin, wa salatu wa salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Falendrimet I takojnë qofshin për Allahun te bareke wa ta'ala, ai I cili na mëson urtësinë dhe na udhëzon drejt së vërtetës. Ati I takojnë falendrimet, lavdatet, dhe te ka I mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse përshëndetjet tona të përzemërta, salavatet dhe selamet, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së Tij, shokëve të Tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e Tij e pasojnë. Të dashur vëllezër, për hir të Allahut azza wa jall dhe ju motra, jetojmë në kohën në të cilën kohë rrjetet sociale janë bë një gjë të pandashme nga jeta e njeriut. Në këtë kohë ku është mase e nevojshme dhe mase e rëndësishme që të flitet, që të folim për etikën dhe sjelljen islame në këto rrjete sociale. Masi që janë bërë pjesë e pandashme e jetës së njeriut, atëherë njeriu rrjetet sociale flet, shënon, bën gjithçka. Tash bile më shumë veprimtarinë çka e bëjnë, çka e veprojnë njerëzit rrjetet sociale se sa kështu. Pra, kur ta shohish jemi bë, domethënë jemi bë njerëz të cilët më shumë jemi dhënë internetit, rrjeteve sociale se sa asaj jetës reale dhe normale. Për një musliman, feja nuk kufizohet në xhami. Nuk është feja dhe muslimanllëki vetëm me qenë musliman besimtar në xhami, shtëpitë Allahu te bareke ve taala, dhe jashtë xhamisë ti mundesh me lëviz, me bë, me vepru ashtu siç ti dëshiron. Jo. Por përfshin edhe këtë aspekt të jetës, pra përfshin edhe postimet e tua, komentet e tua, çka ti shpërndan online. Ajo çka ti tash bën, vepron, shënon rrjetet sociale online, kjo është pra tregon personalitetin tënd, tregon karakterin tënd, tregon moralin tënd. Prandaj duhet të flitet sepse më shumë tash jemi rrjetet sociale, jemi online, se sa që jemi online në mënyrë direkte njëri me tjetrin, pra në atë jetë reale. Duhet pasur kujdes vëllezër motra për postimet që I bëjmë në rrjetet sociale, sepse në rrjetet sociale postohen video të ndryshme, postohen fjalë të ndryshme, postohen shënime të ndryshme, pra gjithçka rrjetet sociale. Dhe tash nëse don ta identifikosh, ta detektosh një person, hyn në rrjetet sociale. Për ta njohur unë tash karakterin dhe personalitetin e një personi, s'm nevojitet tash unë të pyes dhe të marr informata nga njerëz, po vetëm hyn në rrjetet sociale, hyn në Facebookun, në profilin e tij dhe unë shohi se prafërsisht kush është, si është. Qoftë në atë aspektin fetar, pra sa është praktikant, duke u bazuar në atë se çka poston njeriu, sepse postimet dhe veprimtaria e tij online në rrjetet sociale është shenjë ose është një argument I bindjes së tij të mbrëmshme të cilën ai e ka. Shumë njerëz kur vinë te unë me problemet e tyre, edhe për t'i detektuar, po në mënyrë direkte, u them hapni, mund si të hape Facebookin tënd, e qel Facebookin e tij, edhe I shohi 2-3 postimet aty të fundit, I shohi se çka ka postuar ose me çka mirret, ai them, ky je ti apo? Po, normal ai ma buzëqeshit, e kupton se cili është qëllimi im që unë ati ti dëshmoj, se problemet e tua shpirtërore me të cilët ti tash përballesh janë punët e tua jo të mira, rrjetet sociale në jetën reale në përgjithësi. Rrjetet sociale janë vendet ku shpesh fjalët derdhen pa mendu. Rrjetet sociale janë vende ku shpesh fjalët derdhen pa menduar. E shënon, e thot, e bon. Pastaj, cilët janë rezultatet e qasaj fjalët që ai e ka derdhë në rrjetet sociale, ai shef pastaj.
por është vonë në të shumtën e rasteve. Shumë derdhje të gjaku tash bëhet për shkak të postimeve të ndryshme pa mendu që i derdhin dhe që i bën në rrjetet sociale. Për një postimi që dikush për shembull ne bën një postim në faqen time ose profilin tim, edhe ti lexon komente të ndryshme të njerëzve të ndryshëm fetar, jo fetar, të mirë, të këqij dhe kështu me radhë. Edhe ti shef bile ku prej tyre që mund të futen në konflikt për shkak postimit tim që unë e kam postu. Edhe futen në konflikt sepse janë dy individ, i marrim si shembull me mendime të ndryshme. Edhe diel prej kundërshtimeve ideologjike ose mendore, shkon në atë kundërshtime fizike. Kuj, aj po takojnë, aj po tregoj une. E keni lezu komentet të këtilla. Pra duke bërë një bisedë, duke kundërshtu bazë mendimeve, idejeve të tyre, vjen pastaj deri në atë ku ata duhet ta caktojnë vendin ku të takohen dhe ta mbysin njëri tjetrin. Në fillim kërkohet prej meje që unë të jemi kujdesshëm në atë çka postoj. Mos të jem unë faktor, mos të jem unë shkaktar për të fusi probleme për qarje në mesin e njerëzve. Dhe të jemi kujdesshëm. Dhe çdo kush që i shfrytëzon rrjetet sociale në atë për gjëra të dobishme. Në të shumtën e rasteve ti mendon se bën një gjë e dobishme, por në realitet është e dëmshme për shkak se e postimi yt i pa menduar, i pa analizuar, do të jetë sebeb shkak për konfliktin, paraqitjes e një konflikti mesin e followerse ose fansave ose ndjekësve të tu. Kështu që rrjetet sociale janë vende ku shpesh derdhen fjalët pa mendu, kurse Islami e vlerëson fjalën e mirë. Por gjithashtu paralajmëron për fjalën e kotë dhe të dëmshme. Një fjalë, një postim që ti e thu, një fjalë që ti e thu tjetrit, është një fjalë ndoshta ti la tulqi laha bala. Ti nuk je pas e rëndësi dhe nuk e shef diçka shumë e madhe e keqe. Por njeriu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do futet në xhenem 70.000 vite për shkak të asaj fjale që ka thënë. E ti vetëm e tha, nuk shënova pale qka, nuk të po. Ty nuk të duke madhe, por realitet është e madhe. Prandaj thuhet, la tanzur ila sighari al-ma'siyah, walakin unzur ila 'azamati man ta'si. Mos shikon në madhështinë ose sa e vogël është gjunahi, por shiko sa i madh është ai të cilit ti ja bën gjunahin. Nuk shihen në atë se abe po diçka e shumë nuk është palesa problem, që nuk është palesa problem, që ty nuk të duk si problem, u bo shkak për një problem i madh mesin e njerëzve, duke filluar prej të rrjetet sociale. Prandaj thot Allahu te bareke ve taala, citojmë ajetin kuranor ku Allahu thot: "Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu." Fjalët e mira ngrihen tek ai. Dhe ai është i cili pranon punët e mira. Mos harron la jam se çdo kush kemi dyert tona në qiell, e cila deri ngjiten veprat tona të mira apo të këqija. Ato fjalë, ato postime të cilat ti i bën rrjetet sociale, mos mendo se ato janë gjëra që ti mund t'i thosh, mund t'i bësh si dush. Si të dëshirosh, jo. Ti do të llogaritesh, unë do të llogaritem, do të llogaritemi. Do të llogaritemi për postimet tona të ndryshme që i bëjmë pa i menduar, pa i verifikuar, pa i analizuar. Dhe pastaj ju shohim sherrin të gjithë neve si shoqëri. Nuk duhet postuar rrjetet sociale gjëra të pasakta. Nuk duhet postuar rrjetet sociale gjëra të pasakta. Dhe nëse dikush ta tërheq vërejtjen për një postimin tënd jo të vërtetë, jo të saktë, dhe ta dëshmon të argumenton, mos jep përparësi egos nefsit tënd, por jepi përparësi argumentit për shkak se tash jetojmë në këtë kohë ku këto rrjete sociale, ky internet është pjesë e jetës tonë. Dhe atë që ti e poston e shënon, të tjere do ta lexojnë dhe do ta fusin në praktik. Dhe nëse ti prahap shpërndan diçka që është e pavërtet, ti do të llogaritesh për të. Po unë e mura, po ti pse e mure pa e verifiku? Ti pse e shpërndave pa e verifiku? Thot Allahu Azza wa Jall, ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, o ju besimtar,
Kur të ju vjen juve një njeri i prishur, me ndonjë lajm, vërtetoni ai lajmin. E tash, subhanallahu, rrjetet sociale çka nuk shpërndahen. Sa herë ka ndodhur, është përhap, është përndan një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shënuar poshtë Sahih Buhari dhe Muslim, kërkoj, nuk ekziston. Sa informata, sa dhëna shpërndahen me sufizëm, me nakshibendizëm, me lloj të dhëna të ndryshme që janë një sebeb, faktori i madh për devimin e njerëzve. Se tash, çdo grup gëzohet në atë në të cilën është dhe e sheh vetin e tij në të drejtë. Rrjetet sociale, ti merr vetëm Facebookin. Pra sa faqe ke që udhëhiqen nga njerëz pa njohur, nga njerëz jo kompetent, nga njerëz jo të dijshëm, nga njerëz që nuk tregohen se kush janë. E ai shpërndan të dhëna nga dini, nga feja Allahut azza wa jall. Dhe ti me shumë kollallëk e merr atë dhe fut në praktik. Jo. Për kujt e mure? Po rruga e drejtë. Po kush është kjo rruga e drejtë? Kush qëndron mbas kësaj faqe? Se Islami i shpëtimi e kështu me radhë. Kush qëndron? Kush është personi? Se personi duhet ta fshehë vetin e tij. Personi i cili flet në emër të Islamit, shpërndan në emër të Islamit, shpërndan gjërat të Islamit, duhet ai të deklarohet, të proklamohet, duhet të paraqitet si individ për ta njohur njerëzia se kush është personi i cili flet fol në emër të Islamit dhe shpërndan gjërat që ka të bëjnë me Islamin. Përndryshe, këshilla ime është mos me një gjëra pa i verifiku dhe nga faqe të ndryshme që nuk dihet kush i udhëheq. Po ai kishte shpërndan me emrin e filan hoxhës, edhe nëse sa postimet e mia unë i kam pa që i kanë marrë, e kanë fshi emrin tim. Kam vëndu emrin e tjerë. E kam vëndu logon e faqes së tij, se kam vëndu një emër tjetër. Wallah billah alla postimet e mia i kam pa, e kam vëndu një emër vet. Dhe natë tash mos cekim, mos shkojmë shumë lak për xhallarëve të njohur. Kështu që të mos direkt merre dije nga personi, nga individi, nga hoxha. I keni faqet e xhallarëve të besueshë që u besoni, të dietarëve edhe direkt i merr nga ai duke ditur se është faqe e tij oficiale dhe e verifikuar. Përndryshe mos. Sepse ti do llogaritesh. Por ai ka shpërnda, ti do llogaritesh pse mure dhe pse ti e shpërndave. Pa e vërtetuar se çka, sa është e vërtetë dhe sa ka të bëjë me të vërtetën. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kull ulaika kana anhu mas'ula." Ti mos e ndi qatë për të cilën ti nuk ke dijeni. Mos e paso, mos e merr, mos e pranon diçka për të cilën ti nuk ke ndjeni, nuk e di na është e vërteta jo. Se me vërtet veshi, syri, zemra do të merren llogari para Allahut azza wa jall. Krejt çka ke pa, çka ke dëgjuar, çka ke mendu, do të llogariten para Allahut azza wa jall në ahiret. Në rrjetet sociale vëllezër, shpesh përhapen lajme të rrëme, informacione të paqarta apo gjykime të padrejta. Këto gjërat që Islami i ndalon. Dikush e poston një postim e shpërndan diçka, një informat, në lajm, krejt portale të ndryshme marrin dhe e shpërndajnë, edhe pa e pyetur personin ose pa e pyetur përgjegjësin, a kam të drejtë ta marrë që ta shpërndaj dhe kështu me radhë. Fol mirë, posto mirë, shëno mirë ose hesht. Shumë vëllezër e motra kanë instaluar aplikacione të ndryshme të rrjeteve sociale. Duke nisur prej TikTokit, Instagramit, Snapchatit, Telegramit, Twitterit, Facebookit dhe kështu me radhë. Nëse i pyet se cili është roli yt dhe qëllimi yt i instalimit të këtyre aplikacioneve, pse i ke instalu? Po du të mësoj, du të dëgjoj. Po nuk mësoj prej gjokun. Dhe jo ti mund të mësojsh Islamin kështu. Nuk mësoj Islamin me 1 minutë, me gjysmë minute, një shpërndarje, një video të shkurtes. Pastaj,
ti nëse do të dëgjosh ligjërata të plota, edhe të aty dhe xhallarëve, ja që ti e ndjek, futu në YouTube, në ligjëratët e tij, ka kanalin e tij dhe dëgjoj ligjëratët e tij. Shumë ligjëratët gata. Sa të gata? 20 minuta, 30 minuta. 20 minuta, 30 minuta. Dhe këtu 20 minuta, 30 minuta, kur rini edhe njëse me një sytë më shilen. 20-30 minuta. Wallahi, 4 orë, 5 orë në TikTok, rini qes sytë. Qes sytë edhe hiqë të më shilen, E qatë si falloj energjie dhe ndihmese kje gana e djallit shejtanit që mos me flet medias të mërtoj. Subhanallah, kjo është varësia e rrjeteve sociale. E kur është puna për me bë një punë të hajri, një punë të mirë, me njerë të asil, gjumin të demoralizon, të demotivon, të loth, e që tash, moment të loth, si kërkrejt kodrat i kam vëdu mbi shpinë, ti thë, pale që ka ban, je më shtetje të do gju ligjerat. Ama qatë shumë të loth, thë, subhanallah, po, sepse tash ka hubma dëshira, vullneti, dashuria ndaj dijes, kërkimit të dituris, ligjeratave, kontaktit drejt për së drejti me njerëzit e dijes më hoxhallar. Nëse me të vërtet je i sinqert dhe të intereson dija, do të gjoj ligjëratët komplete të hoxhallarëve. E jo 1 minutë aty shkurtesë, kështu tha hoxha, po çka ka thënë para saj? E pasaj nuk e di. Andaj dëgjoj ligjëratët e atij komplet. Rrjetet sociale thamë njëjtë sikur kur folish, kur flasish me dikë direkt. Çka fol, çka flet, qoftë ajo video, qoftë ajo postim shënim, ti do të llogaritesh për ta. Do të llogaritesh për gjithçka. Bile, është shumë më e keq që më e dëmshme. Ajo çka thuhet, postohet rrjetet sociale, se sa ajo çka ja thuhet direkt vetëm një personi. A dini pse? Se rrjetet sociale atë çka ti poston dhe është e keq që e dëmshme. Mbetet dënim rrjedhës. E keqe rrjedhës se pas vdekjes tënde për të cilën ti do të dënosh derisa ajo të ekziston. Si në sadaka xharie, si në sadaka rrjedhëse. Po çështu edhe e keqja. Për të cilën ti do të llogaritesh, do dënohesh në varë nëse është diçka e keqe për shkak të ekzistimit të saj ende në rrjetet sociale. Por nëse unë të kam thënë ty diçka direkt, një fjalë, ta kam thënë vetëm ty. Të kam thënë vetëm ty, për të cilën kam mundësi të kërkoj halallëk, e sa video, sa gjëra rrjetet sociale që i kemi postu, ti su në fshish se kanë marrë atë video e kanë shpërda krejt. Ti su në kthesh ma të mrapa. E jo ma ekziston. E kjo shumë e keq. Plus s'ke parasysh sa njerëz kanë deviju për shkak të postimeve tua të pavërteta e kështu me radhë. Po shumë e keq, shumë e keq është. Shumë e keq. E tash dëshira jonë është të flakt miremi me rrjetet sociale, të postojnë, të shpërndajnë, të flasim rrjetet sociale me jo drejt për së drejti. Edhe pse rreziku është më i madh rrjetet sociale. Edhe pse përgjegjësia është më e madhe rrjetet sociale. Nëse nuk mundesh të postosh rrjetet sociale diçka që të sjell dobi, atëherë më mirë hesht. Selam. Nëse ke një aplikacion, e ke Instagram ose Facebook, kuta diçka, ose WhatsApp, një kanal, dhe ti vetëm ndjek postime të xhallarëve, të besueshët, të përçat të shfrytëzon, u kry punë. Atëherë shfrytëzoje, vetëm lexo. Nëse mundesh me shpërndat një ajet, një hadith, një fjalë e mirë, për të cilën ti je i sigurt se është e vërtetë, do shpërblehesh. Nëse ke frikë se vetëm do me përfitu dituri dhe friksohesh në rrjetet sociale, kjo është e mirë për ty. Por më mirë hesht. Nëse nuk din a është e sakt apo nuk është e sakt, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është një nga rregullat më të rëndësishme që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kush beson në Allah dhe në ditën e ahiretit, le të flasë diçka mirë ose le të heshte. Le të heshte. Ne hoxha shumë heshtim, edhe postime zvilezojmë bile. Na për grupe jemi edhe postime zvilezojmë shumë që heshtim. Po ne kjo edhe ma mirë se sa me fole, me bo gjithçka, me shpërnda gjithçka. Kjo përsëri e mirë. Dhe të thëjmë asë nëse nuk mundesh me bo mirë, për mos bo keq. Rrjetet sociale duhet me pas shumë kujdes ne dhe ju të gjithë.
Mos përhap çdo gjë që dëgjon. Mos u bëj burimi shpërndarjes së lajmeve të rreshme ose thashethemeve. Qefi jon, çka? Me njërë kur ta shohim diçka e re, që nuk e kam përhap, nuk e kam shpërndar të tjerët, ja tash ka ardhur kjo para syve të mi, qefi i madh, ai tash me njërë unë ti e maj që do ta shpërndaj dhe me të bi tash syt njerëzve. Por unë këtë e dëgjova, unë këtë e pash, po sa është e vërtet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoj këtë hadith shumë të rëndësishëm. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Bi kulli ma sami'a. Mjafton për një njeri të quhet, të konsiderohet gënjeshtar nëse tregon gjithçka që dëgjon. Kam dëgju. Nëse njëri të flet dhe ka qef shumë të folë me çka ka dëgju, dije se ai është gënjeshtar. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Mjafton që të konsiderohet gënjeshtar kur ma i gjithçka flet, kam dëgju, nal pi ku dëgjove? Po nuk e di aty një ku ta di unë aty tash një aplakiria, po mos përmendin ndonjë emër se ka emra të ndryshme, do të thonë që ma ka përmendur emrin tim, se disa herë unë vindo emra kështu, po jo me qëllim që pra aty një aran e ka përmend, ka thënë diçka, po kush është ai? Po nuk e njoh. Po pse shpërndan kurse një? A është lajmi i vërtet? Po vallahi se di. Po mu duk interesant. Po ma i keqen shetani ta bën më interesante. Ti nuk do shpërndar pa mos u vërtetu. Imam Maliku rahimahullahu ta'ala kur pyeteshte për ndonjë çështje që nuk e dinte, ai nuk jepte përgjigje, nuk shpikte përgjigje, por thoshte nuk e di. A ke dëgju? Nuk e di. Më thot s'kam dëgju? Nuk e di. A pa? Nuk e di. A dëgjove? Nuk e di. Nuk e di se kam dëgju, as se kam pa. Nuk e di. E më mira se kjo nuk ka. Nuk e di. E sa prej ne sot shpërndajmë gjëra pa dituri. Ata çfarë frige kam pas, dietar, alima, kodra male të diturisë, që kam përhap këtë islam, dhe deri kiamet emret e tyre do përmenden, si Ebu Hanife, si Imam Malik, si Imam Shafi, si Imam Ahmed, si Sheikhul Islam, si Ibn al-Qayyim, të gjithë të tjerët. Ama sa shumë e kam pas për zanat, këtë fjalë që ne sot bile nuk dim që të themi nuk di. Nuk dim që të themi nuk di. E përgjigje e tyre e parë ka qenë nuk di. Nuk di. E kam pasat pjesë e devotshmërisë, pjesë e sinqeritetit, frikës, përgjegjësia për Allahut Azza wa Jall. Se di, se jam sikur s'di. S'di more? Them nuk di, nuk hum kur gjë nga personaliteti im, nga dija ime, nga devotshmëria, nga burrëria, është e kundërta. Është e kundërta se ty Allahu të ngre. Allahu të ngre. Allahu të dallon nga të tjerë për shkak të sinqeritetit tënd, devotshmërisë, frikës. Që ti do të llogaritesh para Allahut, ke thënë diçka për dikë ose për diçka që ti nuk e din, aty ke thënë unë e di, pa e ditur. Hasan al-Basri rahimahullahu taala ka thënë, besimtari i vërtet është ai i cili është i zonë me vetveten e tij, e jo me gabimet e të tjerëve. Ka thënë me një fjalë tjetër, njerëzit nuk kishin të meta. Nuk shihnim në të meta tek njerëzit. Deri kur njerëzit filluan të shikojnë të metat e të tjerëve, gabimet e të tjerëve. Deri në atë kohë. Përndryshe, pse? Se s'ka pas kohë të mirën me të metat, me gabimet e të tjerëve, por janë marrë me gabimet e vetvetit, secili. Po kur filloj unë të shikoj gabimet metet e tua, unë jaroj të metet e mia, jaroj gabimet e mia, më janë bo male pas me je katran, e shohi mizën të këshia, po haroj bolicën i themin e të shpia.
Shoh çfarë problem të vogël do një shqetësim kanë allkit, e po harroj problemet e mia me të cilët Allahu më ka sprovu në familje e në vetin tim. Duhet mësuar dhe ditur si ta përdorim ose si ti përdorim rrjetet sociale. Çeto lloj aplikacione, se sa më shumë që instalohen aplikacione në celular, aq më shumë shtohet llogaria para Allahut. Nëse ke vetëm një Facebook, ti ke më llogarit për çast Facebook. Nëse ke Facebook, WhatsApp, Viber, do të llogaritesh Facebook, WhatsApp, Viber. Nëse ke Twitter, ke më llogarit për të gjithë. Sa më shumë që instalon, aq më shumë veten e rëndon. Sa më shumë që instalon, aq më shumë veten e garkon. Sa më shumë që instalon, aq më shumë përgatit e vetin tënd që ti të gjykosh llogaritesh para Allahut. Mos instalo gjërat pa nevojshme, të pa dobishme. Nëse me të vërtetë e shef se diçka është e nevojshme për ty, për familjen tënde, përfiton se janë bo rrjetet sociale janë pjesë e pandashme e jetës tonë, dhe ti diçka që me të vërtetë përfiton nga ato. Okej, kaq. Aman, më shumë, mos e ngarko vetin tënd. Xhamiet janë, ligjërata ka, aktivitete ka, namaz ka. Hajde. Jeto jetën me natyrshmëri. Jeto vazhdo të jetosh jetën në këtë kohë kur shumë vështirë është bërë të jetohet jetën. Jeto jetën tënde duke shfrytzuar këtë mira që Allah na i ka dhënë, por duke mos i harruar këto të mira dhe duke qenë mirënjohës dhe Allahut te bareke ve teala. Shpërnda dije të dobishme. Në për grupet të cilit i kemi, shpërndajmë postime të ndryshme. E shef e lexon diçka që është e dobishme për ty. Të ka bo fajde dobi ty, masi ty të ka bo dobi fajde, dhe je i bindur se është realitet, se atë postime ke marrë nga një person i besueshët, shpërndao familjarëve tu. Gjokush tash keni grupe të me familjarë të tuj. Gjokush. Pse i keni ato grupe? Posto këto gjëra që ato postime do jenë sebeb për udhëzimin e familjarëve. Pra shpërnda dije të dobishme. Shpërnda hadithe, ajete të sakta. Shpërnda. S'pak u bëne, one çdo javë ka një ajet do shpërndaj, do ta postoj. Ose ka 2, ka 3. Barëm, do të menë se si sadaka rrjedh se pas vdekjes tënde. Jep këshilla me butësi. Nëse je i tillë dhe mundesh, përndryshe, mos hyni komente. Mos komentoni me njerëzit. Mos kini qef t'ju ktheni njerëzve postime të ndryshme, duke parë e shajni islamin, fynë o gjallarë, të mësave thash. Sa njerëz faqen time direkt fjalë ma të pista mi thonë. Bëlla, ku kry puna? S'lodhem. Unë nuk llogaritet për ata që ka më ka thënë, ai do llogaritet. A mund tash me la në shpinë time, në oborin tim me bo çka don? Jo, ka hyrë në oborin tim, ja fus shkelimin e largoj. Blok, dil. Çaq. Pse duhet tash më ta lodh vetin tim? Gjokush që e shef se postimet, shënimet janë të dobishme për atë si individe, për të tjerët dhe qëndron dhe alhamdulillah, është mirënjohës, alhamdulillah, vazhdojmë jetën kështu. Por ta lodh vetin dhe të përgjigjem fyrjeve të njerëzve ose ti, kjo nuk duhet. Ose të polemizojsh me njerëz të ndryshëm rrjetet sociale, duke shprehur ai atë mllëfin urrëtin ndaj sunetit, të njerëzve të sunetit, duke përhapur një akide jo të saktë, jo të vërtetë. E tash unë duhet mirë, duhet të debatoj atë rrjetet sociale. Nuk debatohet rrjetet sociale. Nuk bëhet debat rrjetet sociale. Debati nuk është i suksesshëm rrjetet sociale. Nuk është i suksesshëm. Ti postove diçka, ai ta kthen me postimin e tij. Ti vazhdon, ai vazhdon. Ti vazhdon, ai vazhdon. Çka? Ai ndjekësit e ti, ti ndjekësit e tu. Ndjekësit e tu e shajnë atë, si hoq, ndjekësit ati të shajnë ty, edhe këmë bërë raste, i sulmojnë hoxalarët, të ri, sulmojnë me zvete, edhe ku shkoj pastaj? Qka u arrit? Qka u arrit? Sot, në bitë pazar, e mbytën, djalini komandatar Rushës, e kanë mbytë, vritën çdo ditë, Kosovë që ashtu, vetëm vritën. Qka u alecoj njerëzve tash,
për vrasje, besoni se janë që këto rrjete sociale. Se i detektojnë, i identifikojnë shumë kollaj, ku janë, që mundën me taku, si me taku shumë kollaj. Ma para nëse ti kishe një konflikt me dikë, Hadhaj jeton të me një fshat tjetër, ti me një fshat tjetër. Duhet të thosh ose me traktor, ose të vjen me traktor, ose me qere me kalë dhe kështu me radhë, pa mundësia. Deri për të ataku tjatë, mas 1 muj, mas 2 muj, mlefi ka shku. Mlefi ka shku. Po tash është shumë problem. Tash fesadi i sheri shumë për hapet me të madhe, shumë shpejt. Edhe vetëm vriten. Trego model me sjelljen dhe gjuhën tënde në rrjetet sociale. Folë mirë. Nëse mendon se një postim do të jetë këshill, do bishë për të tjerë, mirë. Nëse jo, e shef se dikush ta kthehen me të keqe, mos vazhdo. Ngri puna, ti e bën atë anën. Tash mos hyn konflikt me atë. Edhe duke u mundu me këshillu, më në fund ti bie në rangun në nivon e tij dhe i bën të njëjtat gabimet që i ka bëu ai. Si përfundim vëllezër, rrjetet sociale janë një pasqyrë e jetës tonë. Janë pasqyrë e jetës tonë. Pra, nëse hyn në profilin e çdo kujt, thash do ta shohish, ai të ka dhënë pa një pasqyrë të jetës së tij dhe veprimtarisë së tij, ka për atyre që kurgjë nuk kanë postu. Edhe s'unë e dishmë çish është, si është. S'unë e detektojsh. Pse? Për shkak se s'ka postu kurgjë. As Facebook, as Instagram, kurkund. Jeton atë jetën e tij. I shfrytëzon të mirët e Allahut azza wa jall, kënaqet me vllad, me pasuri, me gjithçka çka ka, as poston vetur, as poston fëmijë, as poston gruaja, as poston shtëpi, as kurgjë, thjesht. E kur ta pyesi, pse ke Facebookin, po thotë për cjelli do xhallar. Kaç. Pasi që edhe xhallarët i kanë ato faqet të tyre dhe i përcjell çaq, më shumë jo. Ama shumë njerëz ti vetëm hy në faqet e tyre, në profilet e tyre, do ta detektoj shumë kollaj, tep një pasqyrë të jetës së tij me çka miret ai. Nëse është një këngëtar, e shef vetëm në përdas, ma tu gnu, vetëm kënon. Postime të ndryshme, duke gnu, duke qëndru me zvallës së njerëzve ku vallëzojnë dhe ai këndon. Nëse është një kazinogji, një komargji, nëse është vetëm të i postu aparatet, aty të jam shu aparatit. Nëse është një alkooliqar, një konsumator i alkoolit, do ta shohësh vetëm të jam shu gotës së tjetrit, të jam shu në një tjetrin. Pra, të hap një pasqyrë. 4-5 foto isha e kupton se me çka miret ky njeri në përgjithësi. Pra, rrjetet sociale janë pasqyrë jetës sonë. Çfarë pasqyre ke dhënë ti rrjetet sociale? Çfarë pasqyre ke dhënë jetës tënde, dinit tënd, fesë tënd? Nëse ke postu gjërat që nuk janë të mira, bilën prej më parë, nëse arrin të fshi, eki. Mundo që mos të të mbesin si vepër e keqe rrjedhëse mas jetës tënde. Nëse ma para s'ke qenë praktikus dhe ke shpërndarë gjëra jo të mira, pa ato ende vazhdojnë, ekzistojnë, mundo të fshish. Se ekzistojnë, dhe të fshish. Si i ke postu dhe të fshish. Për ndryshe, ki me vdekje, ajo do të ekziston gjëkush që do të shohet, ti do të llogaritesh. Për çdo fjalë të shkruar, për çdo like apo share, ne do të japim llogari para Allahut azza wa jall. Vetëm një zemër që e bone, një sy kaltroshe ose një bukuroshe, aty tang një zemër, e për çat zemër e vogël, që për shumë kollaj me gishtin jam shohet klik, e në ahiret dhe tapish gjevap, pse a dhaj çat zemër? Pse jam shohe? Ose një like. Kujt i dha like? Po i dhash like një shok ku te, ma u thonë shumë mirë i gratë e veturës. Çka boni? Vale, pas të i ndodhi një aksident. Edhe ti i boni like ati, ti e pëlqeve veprën ti, ki me dhanë logari, su një kishti asaj. Hiq ato like, boni dislike. E kur ti bëjsh dislike, dhe të regojmë pse më ke bo dislike, mas më ke bo like. E është të hynë të shfesat me njëzit, problem, mas i të bëjsh like, pse të më ke bo dislike. Fesat i madh, e të shdin. Ati të pëndosh të thjesht, Allah subhanahu wa ta'ala të dojnë me largua të sende. E kur që ish, problemi mati në rrjetet sociale. Rrjetet sociale, normal, njerëz të ndryshëm me të cilët angudon, i shohin postimet, folis jo gjallarësen, por
postimet që i bëjë janë postime përgjithshme. Jo postime ku do api mundësi të debatojnë me mu. As që mire me këtë sende. Po diçka si këshilla të përgjithshme. A hutan? Disa përkthime. Kush për ligjerat, për ndonjë bisedë, ose ndonjë muhabet pak më gjerë, bërëm hajde në xhami, hajde këtu, ke vendi Allahut Azza wa Jalla dhe bisedojnë më ndryshe. Amantash, ti postoj, mund postoj ndonjë postim, besoni që për 1 minutë qel një derë për konflikt, rrjetet sociale media nuk ta merr. Ama shumë thjesht këtë mund ta bëj. Shumë kollaj është. Vetëm postoj diçka, u kry puna. Ama jo, ne do hapim llogari për Allah subhanahu wa taala. E nuk janë këto gjëra kështu, duhet të kuptojmë pse ekzistojnë. Të jemi të ndërgjegjshëm, të kujdesshëm dhe të sinqert në çdo veprimin ton online në këto rrjete sociale, ashtu siç na mëson dini fe Allahu te bareke ve teala. Allahu na uzoft të gjithëve në rrugën e drejtë të vërtetë. Na bëf për atyre që flasin dhe veprojnë me urtësi, butësi dhe qëllime të pastra. Amin ya rabbel alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.